Forca e Bashkimit Evropian qëndron në aftësinë e vet për të tërhequr dhe për të frymëzuar vende të tjera. Për këtë arsye, zgjerimi mbetet një nga mjetet më të fuqishme të Europës për të promovuar demokracinë, stabilitetin dhe begatinë në të gjithë kontinentin ton. Duke mbështetur Shqipërinë dhe vendet e tjera kandidate në rrugtimin e tyre drejt anëtarësimit, Europa po investon në një të ardhme më të sigurt dhe më të bashkuar për të gjithë kontinentin ton. Nuk është rastësi që procesi i zgjerimit fillon dhe mbyllet me garantimin e aspekteve themelore të demokracisë së Shqipërisë si shteti së drejtës, qeverisja e mirë, lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. As nuk është rastësi që në terminologjinë e anëtarësimit të BE-s këto vlera quhen themelorat. To pra janë kapitujt negociues që u hapën të parët, por që do të mbyllen të fundit. Forcimi i shtetit së drejtës në Shqipëri është investimi më i sigurt për stabilitetin dhe prosperitetin e vendit dhe të rajonet në tërësi. Jam thellësisht i bindur se fuqia shndërruese, transformuese e projektit evropian ka kapacitetin për të arritur këtë qëllim dhe duhet të theksoj karakterin e bazuar tek merita të procesit të integrimit. Ne kemi një metodologji të qartë dhe nuk mund të ketë rrugë të shkurtra drejt anëtarësimit